Këtu jemi te qabja fisnike, kjo është vendi më i zgjedhur në botë. Mirë po një gjë që duhet me pas parasysh lidhur me qabën është që kjo është shtëpia e Allahut. E kur themi shtëpia e Allahut, do të shtëpia me vlerë e Zotit. Këtë shtëpi e ka ndërtu Ibrahimi bashkë me djalin e tij Ismailin. Dhe duke ndërtu janë lutë, ka thonë o Zot na i pranon neve këtë vepër, pra ndërtimin e qabës. Sepse ti dëgjon edhe din, thot o Zot që prej pasardhësve tonë një të dërguar. Pra janë lutë duke ndërtu qabën që Zoti prej pasardhësve tyre me qenë një të dërguar, që ja mëson njerëzve shenjat e tij, i pastron ata dhe ja mëson librin e urtësinë. E ky profet qëllonja se kush është vetë Muhamedi alayhi salatu wasalam. Për atë arsye kur është i dërguari i Allahut, ka thonë unë jam lutja e Ibrahimit dhe përgëzimi i Isës birit Meriemës. Kjo është qabja fisnike, kibla muslimanëve. Është mirë me pas parasysh që kjo është vetëm shtëpi dhe ne nuk e adhurojmë ata. Çka on transmetime më e madhe vlera besimtarit sesa e vetë qabës. Edhe guri i zi që është një pjesë e qabës, ajo është e rekomanduar që të preket, përse Omeri radiallahu anhu, shoku i profetit alayhi salatu wasalam, kur e ka prek gurin e zi, ka thonë ti e veç një guri. As nuk bën dëm, as dobi. Thot sikur mos e kisha pa dërguar Allah duke të prek, s'kisha prek. Kjo tregon që Islami është totalisht i pastër prej idhujtarisë. Ne e kemi qabën vetëm si kible. Kjo është kible, kjo është drejtim joni, kjo është që na unifikon neve, na bashkon neve, së është qendra e botës. Dhe ne nuk e adhurojmë askon përveç se krijuesit të qiellit e tokës. Dhe këtu ka një urtësi të madhe se si sillemi ne rreth qabës, ashtu edhe me laqet në qiell sillen me të njëjtën pikë paralel me qabën, e kanë një pikë atje në qiellin e shtatë. Ka një urtësi të madhe, pse Zoti e ka lënë që shtum vetëm vend botë ku lejohet mu sjell me bë tavaf është qabja. Ka një urtësi që Zoti e din. Zoti gjithmonë e din më së miri, ne nuk e dim. Prandaj këtu janë disa mësime lidhur me qabën, vlera shpirtërore këtu s'kan të kryera, pranimi i lutjes këtu nuk ka të kryem, pastrimi i shpirtit në këtë vend s'ka të kryem, është një vend siç thot Allahu i Madhërisht, inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bekë. Shtëpia e parë ndërtuar për njerëz është ajo në Bekë, pra në Mekë, e cila është e bereqeshme, pra shumë dobi dhe udhëzim për njerëzit. Sa njeri udhëzohet prej këtij vendi, sa njeri i lën mëkatet, sa njeri i lën me hajninë, prostitucionin, drogën, vrasjen, veprat e këqija dhe kthehet në rrugën e drejtë. Andaj le të bëhemi prej atyre të cilët marrin mësim prej kësaj çështje, dhe ai cili ka mundësi me ardh këtu, le të vjen, Allah ja mundësoj gjithëve me ardh këtu, se është me vërtet një përjetim fantastik.